Pesa në fletën e votimit para se të shihet si rastësi numerike është edhe ndjenjë, shenjë qartë e 5 gishtave që kanë goditur pa mëshirë fytyrën e shtetit të së drejtës. Shuplaka moderne e demokraturës së fshatit ton ka 5 gishta. Shikoni fytyrën, keni shenja apo jo? Dora e zezë ka lënë shëmti nga donësh për fytyrimin e faqes së secilës shtresë shoqërore. Ka kapur çdo pasuri, liri të drejtë, ka rrëmbyer ekonominë dhe drejtësinë, ka zbërthyer jetën e një epoke dhe mbërthyer me 5 gishtat të nesërmen. Me dorën 5 gishtore kanë vjedhur aq bukur këtë të numrit 5 sa Babloku, i njohur si unaza e korrupsionit që mban të lidhur në martesë të detyruar derdimenët, kruan me 5 gishtat e tij kurorën e pushtetit që nuk e lëshoni gjallë, por kërcen mes 11 numrave të fletës së votimit të 11 majit, si majmuni më qesharak i tropikut. Në përshkret të tillë të shtërpësisë politike ku edhe barin ja kanë ngrënë delet e Saliut, të herë nuk gjen as lali e erin që e ka burgosur. I vetmi që Babloku hapi me dhunë dorën me 5 gishta për të maskuar veten pas vendimeve korruptive për të ruajtur balancën e errët të pazareve të nëndeshme, është bërë tymi që helmon ajrin e zgjedhjeve. Edhe për këtë padrejtësi ndaj miqve, pesa e lehtë stampuar në numrin e PS-s ju kujton sot shqiptarëve pëllëmbën e rëndë të sunduesit të tmerrshëm edhe mbi të vetët që i shtrydh si limoni e pastaj hedh. Avaria në grup, thyerja e besimit që kur pesa e PS-s nisi të ngjis si 5 gishtat e dorës Hajdudet e Edi Ramës ngjan e pariparueshme. Repertori i programit fushatës deri këtu shtrihet, pesa e PS-s si 5 gishtat e dorës Hajdudet të Bablokut.